Maqedonia mbetet e përkushtuar në rrugën evropiane, por Maqedonia gjithashtu meriton një proces dinjitoz dhe parimor të bazuar në vlera europiane e jo në kushtëzime bilaterale, është mesazhi që kryeministri Hristijan Mickoski ja përcolli presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa mbrëm kur e takoi në kuadër të vizitës në Muni. На состанокот разговаравме за евроинтегративниот процес на Македонија и она кое што е важно за македонските граѓани, тој процес да не биде билатерализиран, да не биде понижувачки и да биде сочуван македонскиот идентитет и приоритетите на македонските граѓани. Por përveç Mickoskit, në Muni presidentin e Këshillit Evropian Costa e takoi edhe presidentja në detyrë e Bullgarisë Iliana Jotova. Pas takimit ajo shprehu shqetësimet e Sofjes zyrtare nga informacionet që kanë dëgjuar se Maqedonia e Veriut po shqyrton mënyra alternative për hapjen e kapitujve të tjerë në negociatat e antarësimit në BE, në vend që të fillojë me klasterin e parë që lidhet me të drejtat e njeriut. И докато няма промяна в Конституцията на Република Северна Македония и вписването на българите там, не може да има никакво движение. Ние, разбира се, също чуваме доста притеснителни и тревожни сигнали за това, че ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстър, който е най-важният. Там са човешките права, така наречените fundamentals. И се опитва да започнем буквално след това с другите глави, които са вече много по-конкретни. Няма как България да се съгласи с една такава промяна. Jotova po ashtu tha se Maqedonia e Veriut nuk duhet të mashtrohet, se ka rrugë të shkurtër dhe se deri në qershor duhet të zgjidhet çështja nëse ende Maqedonia dëshiron të jetë pjesë e BE-s. Në takimin me Kostan ajo tregoi se ka folur edhe në përgjithësi për zgjerimin e Unionit dhe Ballkanin Perëndimor. Me presidente në detyrë të Bullgarisë është takuar dhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë Tauland Balla, i cili më pas shkroi se Shqipëria vlerëson veçanërisht mbështetjen e Sofjes si vend antar i BE-s në rrugtimin drejt antarësimit.